presidencial. Dy interpretime juridike, zoti Haradinaj, gjatë këtyre ditëve nga njohësit, nga ish gjyqtarët, ish kryetarët e gjykatave. Shembull dje kisha Enver Hasanin tha që shkelje e kushtetutës nga ana e presidentes Osmani, dekretimi i shpërndarjes së Kuvendit. Ka të tillë shembull ndryshe që mendojnë komplet të kundërtën. Unë po ju pyes juve, sipas asaj natyrisht çfarë ju e keni si pozicion politik, a jemi duke shkuar në zgjedhje, apo situata mund të kthehet në pikën zero për t'i hapur mundësi përsëri një akordi, eventualisht politik, qoftë një marrëveshje më të gjerë politike për gjetur një president për të evituar zgjedhje. Ma herët, kur ja fillum kësa interviste, i diskutum ndarjen edhe këto vendimet, dekretin, edhe vendimin e gjykatës, edhe unë e tregova që ndarja është e madhe, kjo që ka ndodhur me shoshmajt e Kutit, edhe e kisha qëllim edhe me i shpjegu. Tani, kushtetuta jonë është e re, edhe shumë zhvillime ndodhin për herë të parë, që është e re, pra përvoja e zbatimit kësaj kushtetutë është e re, edhe në shumë situata ne arrim për herë të parë. Zakonisht vendimet e gjykatës e zbërthejnë pra atë që ndodhë për herë të parë, situatën e paqartë, ku arrim në situata që duhet interpretim nga gjykata. Edhe jo çdo herë interpretimet nga gjykata janë vlerësu si nga gjykata kushtetuese, interpretimet për situatat janë vlerësu ndryshe thonë në përputhje me gjykatë, me kushtetutën tonë. Edhe për Enverin, sikur që edhe ne vendimi 2014 se Enver Hasani ka qenë kryetari i gjykatës kushtetuese. E vërtet. Edhe ka pas mendimet shumë profesionistëve që ka ndodhur në devijim në atë vendime. Atëherë ka pasur një debat shumë madh. Po unë nuk muj me hyrë në diskutim profesional me Enverin e me këta që janë më të thirrur në këto. Atë që jam jurist unë, edhe atë që jam pjesë e institucionit të vendit, mendoj që presidentja e ka respektuar kushtetutën dhe e ka mbrojtur. Pra, atë që unë di edhe atë që kuptoj une, nuk du me hinë shkencë me këta, se këta jënë shkencëtarë dhe zakonisht po din me elaboru ato skajshëm. Mirë po, unë e di procedurë edhe afat. Procedurë është proces. Dhe ai proces që ka vleftën e vetë, çdo herë, po afat kushtetues është afat. Pra ta s'mundet me ndryshu as procedura, as kur gjo afatin kushtetues. Edhe mos aftësia e këtij parlamenti, me zgjedhjen e presidentit, deri në 30 ditë para skadimit të mandatit të presidentit aktual, është bardhëzi. Edhe po mos ta kish bërë presidentja, ka mujt dikush me e quë në gjykatë kushtetuese për shkelje të kushtetues vendit. Atëherë do të ishte një lloj puçi. Mos me e pash bë dekretin. Do të ishte një puç. Kjo që po bën VV Kurti, po këta po shfrytëzojnë këtë për herë të parë. Është hera parë që më rrim në një situatë ku shmujtë me zgjedhje presidentin, ta po shfrytëzojnë me drejtu gjykatës, gjykata